Selamu alaikum. Ndërmjetësojnë të gjithë llojet e shahidëve për 70 persona për të hyrë në xhenet së bashku me ta. Aleikum selam rahmetullah. Ju e dini hadithin e sakt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është informuar nga Xhibrili alaihi salam se shahidit i falen gjitha mëkatet, hyn në xhenet direkt, pa u llogarit në ditë kiametit, po ashtu ndërmjetëson për 70 antar të familjes tij apo 70 persona që ai dëshiron me ndërmjetësu për ta. Kjo ka ardhur për shahidin, domethënë ky hadith ka ardhur për shahidin e betejës, luftës, po ashtu ai i cili vdes nga plagët e luftës dhe edhe nëse nuk ka vdek në betejë, inshallah taala, kjo është më saktë. Pastaj llojet e tjera të shahidit, siç është ai që digjet, ai që e nxen tërmeti apo bën ndeshje në komunikacion, ai që vdes nga smundjet e barkut, gruaja, lehon ose me cikël, etj. Edhe ata kanë vlerën e shahidit si vlerë, por ulemat janë ndalë, domethënë nuk kanë garantuar që edhe këta ndërmjetësojnë për 70 personat të familjes për me hyrë në xhenet. Domethënë se nuk ka argument që i përmend këta, vetëm argumenti është i përgjithshëm që ata janë shahida. Disa ulema kanë thonë që përderisa edhe ata vlerësohen shahida, do të ndërmjetësojnë për 70 antar të familjes apo të dashur. Do të tjerë kanë thonë që argumenti që ndërmjetësojnë për 70 vet është vetëm për shahidin, domethënë i veçantë për shahidin e betejës. Allahu e di më së miri, por na po shpresojmë, po anojmë ka mendimi që inshallah edhe këta me ndërmjetësu për 70 vet, edhe pse nuk guxojmë me garantu, por anojmë ka ky mendim me lejet Allahut azza wa jall, sepse e duam, e bereqetin e duam këtë mirësi nga Allahu i lartësuar. Mos harrojmë me përmend se shahidit nuk i falet vetëm borxhe, por ka dietarë të cilët e orientojnë meselën e borxhit edhe hadithin e pejgamberit që i falen gjitha, thonë edhe borxhin Allahu ja kompenzon atij që i ka marrë borxh në vend shahidit. Domethënë shahidi s'pagun borxh, pagun Allahu borxhin për shahidin ditë kiametit. Pra shahidi është free çdo sa me lejet Allahut të lartësuar.